Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Horoskopi ditor për nesër, 27 nëntor 2025. Dashi, dita të shtyn drejt veprimit, mund të marrësh një lajm që të ngre adrenalinën. Kujdes me nxitimin, rrugët e shpejta nuk të çojnë gjëkundi. Demi, ke nevojë ditën e sotme për qetësi dhe organizim. Një çështje financiare mund të sqarohet më në fund pas shumë kohësh. Mos u zemëro për gjëra të vogla. Binjakët, mendja jote është si radar. Do marrësh informacione të reja që do të ndryshojnë krejt planet. Komunikimi do të dominojë ditën. Gaforja, ndjenjat janë më të thella se zakonisht. Mund të kesh një bisedë që të prek shpirtin. Kujdes me nostalgjinë e tepërt. Luani, dita kërkon vëmendjen tënde dhe aftësinë për të marrë drejtimin. Do të shkëlqesh në diçka edhe nëse nuk e pret. Virgjëresha, një detaj i vogël do të zgjidhë një problem të madh. Produktiviteti do të jetë superfuqia jote. Mos i neglizho sinjalet intuitive. Peshorja, energji sociale por edhe ngarkesë. Mund të mbash 2 role njëherësh. Kompromiset janë të arta. Akrepi, dita sjell sekrete, zbulime dhe intuit të fortë. Mund të mësosh diçka që të vë në lëvizje. Mos i shtyj instiktet. Shigjetari, planet e tua do të marrin formë. Do të ndihesh më i lirë, më optimist dhe më i përqendruar te hapat e mëdha. Mundësi të mira për lëvizje të reja. Britsjapi, diçka do të kërkojë shumë fokus dhe mendimin tënd të hekurt. Autoriteti yt do të vërehet lehtësisht. Vendimet që merr sot do të zgjasin gjatë. Ujori, frymëzim për plus ide të çuditshme do të jetë pikërisht dita perfekte. Mund të krijosh diçka që të hap dyer të reja. Mos ke frikë nga ndryshimi. Peshqit, shpirti yt është i ndjeshëm në këtë ditë, por shumë kreativ. Mund të marrësh një sinjal që të tregon drejtimin e duhur. Kujdes me lodhjen mendore.